Jemi rikthyer këtu bashkë në studio me bisedën e parë, të cilën e paralajmërova para këtij materiali. Do të kemi në studio dy binjak shumë të lezetshëm, që janë Ermer dhe Ermira Rama, të cilët vetë se kanë publikuar edhe librin e tyre të dytë me poezi dhe me vjershat të ndryshme. Unë paka shumë në materiale shfletuva pak librin edhe pash që kishin shkru për gjithë qka. Po që unë i kam dyshe në studio dhe kanë me nga tregu më shumë rreth librit. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Faleminderit për ftesën. Knaci me ju pas në studio. Na trego pak që sa e keni publiku librin? Librin e kemi publikuar që një muaj. Që një muaj, okej. Sa ju ka marku Ermer me shkru këtë libër? 2 muaj ose 3. 2 muaj ose 3, okej. Jeni konsultu, po besoj gjatë gjithë kohës për një tjetrin qa me bua? Po, por edhe pak me prindërit. Edhe me prindrit, okej. Sa ju ka ndimu prindrit rreth këtij libri? Jo shumë, por më së shumë të kemi bërë vetëm ne. Okej. Idetë kush i ka jap ma shumë, ate apo Ermira? Të dhëtë njësoj. Të dhëtë njësoj, a? Ermira, tregona paka shumë që shka shku krejt punimi i librit. Ka shkuar shumë bukur dhe ka qenë pak e vështirë ti lidhe shërimat për më pas, ka ndalur të bukura. Okej, po shumë të bukura, po poezia ma e veçantë që e keni shkru këtë, cila është? Për mua është një Mami em. Mami em, okej. Këtë vjesh ja kam kushtuar mamit tem. Në këtë vjesh tregon që sa dua unë mamin tem, që për mua ajo është si angel. Okej, po për Ermirin cila është? Për mua është një vjersh që titullohet Babi em, këtë ja kam kushtuar babi tem, sepse është heroi em. Okej, ama i keni kushtu vjersh edhe binjakve? Po. Njëni tjetrit. Sa ke e vështirë me shkru për njëni tjetrin? Nuk ishte shumë e vështirë sepse ne njohim shumë mirë njëri tjetrin. Okej, po cili e keni edhonë këtë ide për me shkru një vjersh, një poezi për juve? Këtë ide e kemi jo për të dy së bashku, sepse donim të shkruajmë një poezi për vetën tonë. Po ka zënëm, tregam Ermira qësh e kanë prit shokët edhe shoqesh librin e ju, qësh kanë qenë komentet e tyre për librin e dytë që jo vetë se e keni shkru? Po, komentet e tyre kanë qenë që ne e kemi shënuar shumë bukur, është libër shumë me kuptim dhe ka shumë lidhje që ta shënojmë për këtë temë, sepse kemi prikur paka shumë temat që ne i hasim në jetën reale. Okej, po Ermiri, qka i kanë thënë shokët dhe shoqet? Mua më kanë thënë shokët dhe shoqet, wow, jo e keni botuar librin e tuaj të dytë, faleminderit që na dhatë. Okej, ja keni dhuru krejt shokëve dhe shoqet, a? Po, të shkollës. Okej, po ju e keni bua edhe një klip shumë të bukur edhe shumë interesant që flet për një temë shumë aktuale, si që tha dhe Ermira, në këtë rast që ka të bëj me bullizmin. Lusë regjin që të më ndihmoj që ta shohim këtë në letë mbrapa edhe ta komentojmë pak. E kujt ka qenë ideja për me bu këtë klip? Po, ideja ka qenë të dyve, paka shumë edhe prindërve. Kjo këngë i tregon që nuk është mirë të bullizojmë. Okej, po Ermer? Kjo ide ka qenë e prindërve dhe ne të dyve, dhe kjo temë na tregon që të mos bullizojmë njëri tjetrin, pavarësisht çdo gjëje. A bullizohet në shkollën ku jeni ose në rrethin ku ju jetoni me fëmijët, se po shohim që edhe shokët dhe shoqet i keni marrë bashkë këtë në klip, apo? Jo, në rrethin ku jemi ne ose në klasën tonë më saktë, nuk bullizojmë sepse ne jemi shumë të mirë, nxënës të mirë, dhe mësuesi na ka mësuar që nuk është mirë të bullizosh. Okej, po Ermer? Si që tha Ermira, mësuesi na ka thënë që të mos bullizojmë, kështu ne e dëgjojmë atë dhe nuk bullizojmë askënd. Po çush e kanë prit shokët dhe shoqet këngën e ju që e keni bu? Kër e kanë dëgju edhe kër e kanë pa ndështë atë temën cilën e keni trajtu, cilat kanë qenë komentet e tyre? Po, komentet e tyre kanë qenë së pari që të na lavdërojnë se kënga është shumë e bukur, dhe së dyti ata na kanë treguar ne që ju pëlqen shumë kënga. Okej, Ermer? Për mua më kanë thënë
më kanë faleminderuar, sepse disa nxënës të klasës i kemi marrë dhe në klip, si që po e shohim, dhe së dyti na kanë thënë faleminderit për ftesën, por dhe na kanë thënë se, si për shembull, ky klip qenë ka shumë i mirë, urime që e keni bërë. Okej, po mësueset edhe mësuesat në shkollë kur e kanë dëgju këngën, kur e kanë pa këngën, çfarë komente ju kanë dhënë? Mësuesi jonë na ka dhënë një koment që nuk do ta harrojmë, na ka thënë ju lumt për këngët, vetëm kështu vazhdonin. Okej, po shoqet që e kanë thonë Ermirës, tregona pak. Ta kanë komentu veshjen, dukjen, në klip, çfarë kanë thonë? Tregona pak. Apo shoqet mua më kanë thënë që i pëlqej fustani që kisha veshur dhe flokët. Më paka shumë nuk kom pas fustan, ama një si dy pjesë bashkuar bashk dhe ka qenë në ngjyrë pink dhe shoqet më kanë komentuar, kanë thënë që ka shumë e bukur dhe disa më kanë kërkuar që ku e kam blejtur. Okej, a ju ke tregu ku e ke ble? Mos të rego këtë për publikun, po nështë ju ke tregu se ku e ke ble fustanin. Okej. Edhe unë jam binjak, edhe unë e kam një vlla binjak, Agrunit, cilin e përshëndas shumë, edhe e di paka shumë që është kjo lidhshmëria e binjakve, po sa jeni ju të lidhur me njëri tjetrin? Ne jemi shumë të lidhur me njëri tjetrin, sepse çdo ditë e shohim njëri tjetrin dhe flasim shumë. Okej, a jeni shok të ngushtë me njëri tjetrin, po që jeni motre vlla, ndani gjithë shka, çdo hall, çdo shqetësim që e keni me njëri tjetrin? Po. Okej, po kush ka ne bëm nervoz pak më shumë? Ermiri pak më shumë nervozën mua, sepse ndonjëherë bën shaka dhe mua më bëjnë ndonjëherë nervoze. Okej, po ty Ermir, çka të bën nervoz Ermira? Kur nuk i ndan gjërat me mua. Kur si ndan gjërat me ty, okej. Po tregona pak a shumë se kush e ndihmon më shumë tjetrin? Ermira Ermirin apo Ermiri Ermiren? Të dytë njësoj. Të dytë njësoj, i keni të ndame kështu, a? Cili jeni më i mirë në matematik? Më i mirë në matematik është Ermiri, sepse i bën shumë shpejt detyrat e matematikës, kurse unë kam pak problem. Okej, e ti në cilë lëndje më e mirë? Po unë jam në lëndën e muzikës më e mirë. Në lëndën e muzikës, okej, pas një bo një kompromis të mirë, kështu që këme të ndihmu nështë në matematike të këto në muzikë, apo? Po. Okej, po a keni me vazhdu me shkru ende libra të tjerë? Po, ne do të vazhdojmë, nëse mundemi kemi shansë që ta bëjmë dhe librin e tretë. Okej, planifikoni që edhe librin e tretë ta bëni këtë vetë, apo do të vinë në vitin 2027? Ne mendojmë që do ta bëjmë në vitin 2027. Në vitin 2027. Ka me qenë prapë me poezi të ndryshme, me gjana të ndryshme, apo ka me qenë në ndonjë libër pak më i gjatë? Ndoshta do të jetë një libër pak më i gjatë, sepse nuk i dihet, ne mund të mendojmë tema të reja. Okej, tema të reja. Çfarë tema, a keni menu ndonjë temë, keni diskutuar ndonjë temë që do ta trajtonit në librin tuaj të radhës? Unë do të thoja të trajtoja temën Harabeli, Zogu fluturues dhe tema kështu. Okej, tregime më shumë për fëmija, se kemi nevojë shumë për tregime për fëmijë. Atëherë Ermira dhe Ermira, unë po ju falenderoj shumë që ishit sot pjesë e emisionit ton, edhe që e ndoam bashka shumë këtu edhe librin e ri të cilin e keni publiku, por që edhe çmimet e mëdha që ti keni marrë atë paraqitjeve tuaja në festivale. Unë ju uroj shumë suksese edhe e paqet një javë sa më të mbar e kalofshi sa më mirë verës. Faleminderit. Edhe ju ishit një gazetar shumë i mirë. Faleminderit shumë. Po ju falenderoj edhe një herë për ftesën. Kënaqësi me ju pas në studio gjithmonë kur keni edhe kësi gjana të bukura për me nda bashkë me publikun. Ju falenderoj shumë që ishit sot bashkë me mua. S'ka përse dhe nëse do ta bëjmë librin e tretë do të vi me kënaqësi këtë. Patjetër, ju presim dhe ne me kënaqësi këtu në studio në #Gjese, të keni ftesën publike. Faleminderit shumë. S'ka përse.